Kemi të dy nderin dhe kënaqësinë që të ftojmë në skenë prezantuesin dhe skenaristin e 2 edicioneve të para, një personazh mjaft i dashur për të gjithë publikun. Me një duartërgjidhje shumë të fortë mirëpresim drejtorin e programacionit të TV Klan, Albert Dumani. Mirëmbrëma. Kënaqësi të jesh mes jush sonte. Je dëshmitar i kësaj aventure që prej fillimit. Mund ta tregosh pak nga emocionet e kësaj aventure televizive në 2014 nga nisur apo jo? 11 vite më parë. Në fakt, më lejonit ju komplimentoj juve si çift. Shumë faleminderit Berti, edhe ju. Jeni shumë të këndshëm sonte. Publiku është i mrekullueshëm. Faleminderit që jeni me ne në këtë sallë të mbushur plot me njerëz të mirë dhe të bukur. Për mua është një nostalgji shumë e veçantë personale që të kem qenë pjesë e këtij udhëtimi të bukurisë shqiptare. Thonë që hera e parë mbahet mend në çdo gjë, sidomos në një projekt televiziv. Mos e harro kur skenën tënde të parë sado e vogël të ketë qenë drita e saj. Edicioni i parë mbetet më i vështiri sepse është i pari. Ne punuam fort për të sjellë dhe për të prodhuar një spektakël të mirëfill televiziv. Dhe fakti që ne jemi këtu sonte, 12 vjet më vonë, në edicionin e 12, së bashku me producentin energjik Eduard Deda, tregon që ja kemi dalë mban, të prodhojmë dhe të dhurojmë një spektakël të suksesshëm. Faleminderit. Ne tani do të ndjekim një insert i cili tregon dhe rrëfen pikërisht se si lindi ky spektakël në skenën e teatrit të operës dhe baletit, për të shndëruar vetëm një vit më vonë në një mega spektakël me të ftuar ndërkombëtar pikërisht këtu, në sallën e Pallatit të Kongreseve. Sexy, confident, so intelligent. She is heaven sent, so soft. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirë se keni ardhur në këtë sallë të bukur në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Deri dje ne kemi shijuar këtu zëra brillant, instrumentist virtuoz dhe trupa baleti profesioniste, por sapo pat dhe shijuat 19 bukuroshe sonte në garë. Njëra prej tyre do të çojë në shtëpi kurorën e Miss Universe Albania. Kemi çelur kështu zyrtarisht vitin 2014 këtë edicion të Miss Universe Albania. Fire in her eyes, feminine, divine. She was born to shine. Miss Universe Albania 2014 është Zhaneta Byberi. Miss Universe Albania 2014, Zhaneta Byberi. Mirëmbrëma, kënaqësi që jemi sonte këtu bashkë në këtë event, i cili çdo vit na zbukuron jetën. Zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur në Miss Universe Albania 2015. Let me be your woman. Është shpallur mashkulli më i bukur në Itali, por personazhi më i keq në ekranet italiane për shkak të super rolit të tij në L'onore e il rispetto. E konsiderojnë dhe i quajnë il divo dhe ne mirëpresim l'unico Gabriel Garco. E come padre. Dhe si baba e imagjinon veten? Come padre sì. Si baba po. Problemi është të gjesh nënën. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao. Gabriel Garco. Vjen Morena Taraku. Ndjenja mirë me që këto. Miss Buzqeshja që mundësohet nga Grand Dental është Leona Qereti. Becky Luca.